Mbrëm rreth orës 21 në stacionin policor në Tetovë është denoncuar nga ne mjekëve të qendrës urgjente në Spitalin Klinik të Tetovës se është konstatuar vdekje një shtetasi të Shqipërisë i cili ka qëndruar në një shtëpi në lagjen Drenovec. Në hetimet që janë zhvilluar nga ne prokurorit publik dhe ekipeve të sektorit për punë të brendshme dhe mjekut nga mjekësia ligjore, ku është konstatuar se bëhet fjalë për 20-vjeçarin Alë, i cili sipas rrëfimeve të shokëve të tij, ES 24 vjeçar dhe GC 25 vjeçar, po ashtu nga Shqipëria, ka ndruar jetë në banjë gjatë kohës kur ka qenë duke u pastruar, me siguri nga rryma elektrike. Pasi që e kanë parë pandjenja në banjë, shokët dhe personat të tjerë menjëherë kanë ftuar njerëz që kanë qenë afër, e kanë nxjerrë në dhomën e ndenjës dhe kanë tentuar të japin ndihmë, por ka qenë vonë. Me urdhër të prokurorit publik, sot mbi trupin e Pajet do të kryhet obduksion. Punohet në zbardhjen e plotë të rastit, rreth vdekjes së 20 vjeçarit nga Shqipëria.